Muaji i Ramazanit, përveç agjërimit për kushtimit ndaj Zotit, është edhe një periudhë me mesazhe të plotshme. Imam Muhamet Sytari, muftiu i zonës së Shkodrës, ka zgjedhur që mesazhin e parë për këtë muaj ta përcjellë për të rinjt, veçanërisht ata që në një farë mënyre kanë humbur shpresën dhe tentojnë akte ekstreme. Ky është muaji për të kuptuar i riu dhe e reja e jon që nuk është zgjidhje me konsumu disa tableta për t'i dhënë në fund jetës. Kjo nuk është zgjidhje. E humb këtë botë, e vret familjen tënde, e shkatërron jetën e tyre dhe mi të gjitha humbte për jetën. Me i dhënë në fund jetës, do të thotë se nuk ke besuar në Zotin dhe i ke mbyllur dyert e komunikimit me Zotin tënd. Sa njerëz në këtë muaj të mëdhenshëm të Ramazanit gjejnë shpresë, gjejnë optimizëm, gjejnë dëshirën për t'u rikthyer jetës, sepse në fakt nëpërmjet agjërimit ne i rikthehemi jetës. Muaji i Ramazanit sjell për herë qetësi dhe gëzim, angazhim për të bërë mirë dhe brapim drejt dyerve të solidaritetit me njeriu në nevojë. Vjen si vllati i padukshëm që na freskon pas një tatësire të gjatë që na ka përvoluar dhe transformuar, nënvizoi në mesazhin e tij muftiu i Shkodrës Muhamet Sytari.